Shëndetje, jam këtu me Jacqueline. Jacqueline, dhe si e kemi emrin? Ritsi. Si? Ritsi. Ritsi? Ritsi. R-I-C-I. R-I-Z-Z-I. Rizi, Riz, okej. Sa kohë ke në Amerikë? Kam të 6 vite? 6 vite. 6-7 vite. Dhe si ishte piknisja jote për të ardhur këtu? Piknisja ime është që erdhi mami më së para ndeti 6 muaj në Amerikë, sepse kishim familjar këtu. Punovi që sepse ka qenë gjithmonë ëndra vetë që të vinte në Amerikë, që e vogël. U dashurua me një burr amerikan, edhe vendosën që të martoheni, kështu që erdhi prapë në Shqipëri, më mori mua edhe erdhëm në Amerikë. Okej, a mundesh ta sjelli mamin për intervistë, pas ka interesante. Po, mami ka bërë gjëra që se kete. Okej. Jo, gjëra të mira. Bëj që ka dhënë. Sa vjeç ka ardhur këtu? Kam qenë 15 vjeçe. Do me thënë ishe si me thënë në gjimnazë në Shqipëri? Po, vit parë gjimnazit. Po në Shqipëri ku jetoje? Çaj bie liçeni? Te liçeni. Liçeni artificial në Po, Tiranë? te liçeni artificial në Tiranë. Nga je me origjinë? Me origjinë jam nga Korça. Gjysën e kam nga Korça. Gjysën e ke nga Korça? Po. Po ke jetuar në Tiranë shumicën e kohës? Je rritur në Tiranë si Po, jam rritur në Tiranë, kam lind në Itali, por jam rritur në Tiranë. Okej, e prisje kur ke qenë në Shqipëri që një ditë do vihet jetoje në Amerikë? Jo shumë, po e kisha si mami ma thoshte larg, me pak fjalë, sepse kur mami ka qenë, kur komunizmi sa iku në Shqipëri, dhe atëherë ato lotarita amerikane filluan, e hodhi me shoqërinë e vet e gjëra të tilla, edhe thjesht nga gjithë shoqëria ajo e fitovi, po nëna se la. Në çfarë viti? Paka shumë, domethënë vitet 90 po thua? Po, në vitet 90, ndoshta 97-ën, 98-ën, nuk jam shumë e sigurt. Ishe fiks po me ik 97-ën. 97-ën. Si se la gjyshja? Se la tani thoshte çfarë do bësh ti në Amerikë? Erdhe direkt këtu në Boston apo ishe diku tjetër në fillim? Jo, ishim diku tjetër. Ku ishe? Në Virginia, në Blacksburg. Në jug? Po, është vend shumë i vogël. S'ka asgjë aty përveç lopave. Vërtet. Gjëve gjëra të tilla. Është një universitet aty, po nuk është shumë vend i vogël me pak fjalë. Dhe si do duk ty si një 15 vjeçare rritur në kryeqytetin e Shqipërisë? Shkova aty? Ishte impakt shumë i madh në një mënyrë, sepse shkon në një vend që ke gjithë familjen. Me thënë, unë kisha kushurinë, tezet, dajën, nënën aty gjithë. Për fundjavëve shkoja, dhe me thënë, kishim flinim, bën gjëra bashkë. Po flet kur ishe në Shqipëri? Po. Edhe vajta në Virginia s'kishim asë njeri aty. Ishte vetëm mami, burri mamit, edhe kaq. Unë s'di as anglisht kur erdha këtu. S'di anglisht? Jo, sepse... Se kishe praktikuar në shkollë? Kur e praktikova në shkollë në Shqipëri nuk isha shumë e fokusuar, kështu që dia thjesht ato bazikat. Dia The pencil is under the desk. Gjërat e tilla dia. Që kur erdha këtu s'dia anglisht fare, nuk dia çfarë po ndodhej me pak fjalë, sepse isha me një njeri që se njifja, burrin e mamit. Do fillova high schoolin direkte, gjinazin këtu, edhe më futën në si thuhet në Shqip, në English as a second language. Shu anglisht të dytë me pak fjalë. Po, për kurs, për anglishtin, po? Në shkollë, edhe ishte si tip komunitet shumë i vogël, sepse ishin gjithë njerëzit që kishin ardhur jo nga Afganistani, ose nga Venezuela, ose nga këto vendet e tjera, që kishin ardhur për t'imigruar. Edhe s'gjeta as një shqiptar, as një gjë, as italian nuk gjeta. Kështu që ishte shumë si thuhet? E mbyllur, si një bubble, si një fluff i komunitetit Ishte mbyllur, ishte një tip gjë e mbyllur. Qa ndjes, kush ishin, nëse i kujton tani, ndjesitë e tua si një teenager, domethënë, si 15 vjeç që ishe, domethënë, qa ndjesish kishe? Ishe e urreje pak mamin që të solli aty? Tani për të urrejtur nuk e urreja sepse... E more pak inat pra le themi? Me thënë drejtën që mami im ka një tendency të shkoj në përbot, të udhtoj në përbot, sepse nga Italia ku linda unë që ishte martu me babin tim, pastaj shkon në Shqipëri normalisht. A ti ke lindur në Itali, do me thënë? Po, kam lind në Itali. Ke jetuar në Itali? 4 vite, derisa isha 4 vjeçe, pastaj u transferuam në Shqipëri,
Jetova aty për shumicën e jetës time, derisa isha te 14 vjeçe. Pastaj mami vendosi të ikim në Gjermani. Oh, okay. Jetuam në Gjermani për 1 vit. Edhe nga Gjermania ikëm çik Shqipëri, pastaj direkt sa arritëm në Shqipëri, vajtëm prapë në erdhëm në Amerikë, më fal. Do të thënë ishe edhe në një farë mënyrë ishe mësuar me këto lëvizjet. Po, isha mësuar tisha fëmijë e re në për shkolla, gjëra të tilla, s'dija gjuhën. Isha mësuar me këto gjëra, po gjithsesi nuk është ndjenjë shumë e mirë sepse je gjithmonë e re. Dhe je gjithmonë mendon që do ikësh nga ky vendi edhe pse duhet bësh shoqëri. Like mund të kesh mos kesh shoqëri shumë të afërt. Ti je si më pasive në këtë gjë. Po, domethënë sa e vështirë ishte për ty, le të themi, adjustment ose periudha e rregullimit kur erdhe në Amerikë, sa kohë tu desh që ta ndjeje veten që okay, më pëlqen ky vendi. Mendoj të paktën 1 vit. Shpejt e paske. 1 vit po them na që atëherë mësova anglishtën shumë më mirë. Sepse, domethënë, gjysmën e vitit isha ajo si tip anglishte të dytë për njerëz që s'dinin anglisht në shkollë, kështu që nuk di anglisht fare. Pastaj te semestrin tjetër e kisha anglishtën çik më mirë, dian çik më mirë dhe fillova të më hoqë nga ajo si kurs edhe më vunë për klase normale, edhe kështu që fillova të flisja më shumë me fëmijët e tjerë, me pak fjalë, me shoqtarët e tjerë. Edhe unë ndjeva çik si më, si thuhet, më e përfshirë. Më e përfshirë me, domethënë, moshatarët e mi. Po gjithsesi e kisha atë që gjithë ishin amerikanë, se vajta në një shkollë që nuk ishte shumë internacional. Sepse fshati vogël në Amerikë, më shumë ka vetëm amerikanë. Ishte local, si më thënë lokale gjë, po. Ishte një town, ishte shumë e vogël. Por pastaj në vitin 2 të gjimnazit, ishte viti 2 të gjimnazit, fillova doja të bëja më shumë, doja të merra më shumë klasa të vështira dhe normalisht mami nuk dinte asgjë me punën e shkollës në Amerikë se si funksiononte, me këto AP classes e gjëra të tilla. Edhe burri mamit nuk është se më ndihmonte shumë se kishte punë të veta, është si thuhet, është profesor në universitet, kështu që kishte shumë punë të vetat. Kështu që isha paka shumë vetëm, ta kuptoja se si punonte shkolla dhe unë po doja të shkoja në shkollë të lartë normalisht, kështu që duhet merrja klasat e vështira, klasat e tjera. Edhe më kujtohet në vit 2 mora një klasë, një AP European History, se thash, jam europiane, do jetë e thjesht. Jo. Që jam më e vështirë që kam bërë ka qenë ajo klasa. Më kujtohet seriozisht shkoja aty në 8 mëngjesi fillova të qaja, se duroja dot. Po gjithsesi, pastaj në vit 2, mes vitit 2 fillovi Covid, që gjysma e vitit 2 dhe vitit 3 ishim në shtëpi, nuk vajta në shkollë fare. Edhe kisha 2 shoqe të ngushta shumë, gjithsesi, por nuk kisha shumë shoqëri. Pastaj vitin e fundit gjimnazit, atëherë mendoj që viti i fundit gjimnazit, viti 4 ka qenë koha që isha gëzuar që isha ku isha. Sepse kisha një grup shoqëror që e gjeta, që ishte internacional, shumica. Kisha një gocë që ishte italiane, një turke, një nga Belgjika, domethënë ishte europian. Edhe domethënë ajo italiane ka qenë shoqja e ngushtë. E kam pas shoqe ngushtë, e kam tani shoqe, po jo shumë shoqe ngushtë. Edhe thjesht flisja dhe me atë në italisht. Gjithsesi, jo asnjë shqiptar s'kam gjetur, por po viti 4 ka qenë koha që isha e gëzuar që isha në Amerikë, që të erdhi. Po pastaj si erdhe në Boston? Pastaj në viti 4, që filluam ato aplikimet për universitet e gjëra të tilla. Po shifja vendet e ndryshme, mami më kishte ëndër që të shkoja në Harvard, se thjesht emri. Vazhdon të jetë një ëndër? Ta shumë poshtë në Boston, po shumë shkollat e tjera dhe në Boston, edhe pash Boston University, edhe thjesht po shifja që kishte shumë internacional, ishte mirë për major, për ato që po studioj unë. Edhe thash, po e provoj herë, kushton çik se shumë se këtu në Amerikë shkollat kushtojnë jashtëmase shumë.
Po gjithsesi u aplikova, nuk aplikova në Harvard sepse kisha shumë frikë të aplikoja, se Edhe kisha të hallin. aplikoje kishe frikë. Kisha hallin se mos të më Pranonin? Mos nuk më pranonin. Okej. Edhe kisha, Tash se kishe hall mos pranonin si ta paguje. Jo. Tani me ato e kisha hallin për çdo lloj shkolle, sepse kushton jashtëmase shumë këtu. Gjithsesi, aplikova në disa shkolla, edhe më erdhi ajo acceptance që më morë në Boston University. Tani puna ishte, thash, kjo kushton shumë, nuk shkoj dot se është gati, sa është $9,000? $90,000? $90,000? Po. E pra, jo 9,000, se 9,000. Jo 9,000, falë. $90,000 në vit, $90,000 në vit. Në vit. Edhe, thashë nuk do shkoj, për pastaj po lexoja atë që më akseptuan, thanë që mora një full ride. Kishe morë bursë të plot? Po, mora bursë të plot për shkollë, kështu që thashë, do shkoj në Boston University. Po t'fjalë. Po. Po, do më thënë ti ke qenë kështu straight A students, që thonë këto. Vazhdon t'jesh besoj. Po, në high school kisha, zita them në, qash GPA në Shqip? Në fakt, s'kemi në duke një term. S'kemi neve GPA në Shqip. Mesatarja. Mesatarja kam 4.5. 4.5. Po jo, 4.5 duket ke Shqip. Si 10. 5 është kalim. 10 kishe me pak fjalë. Por këtu në Amerikë është ajo, maksimumi që mund marrësh është 4.0. Po duke marrë AP klasa, që janë klasa që merë në universitet, kur i merë kur jenë në high school, në gjinaz, të ngrihet ajo, më shumë, normalisht nëse merë 10. Tani, unë i kisha kokën vetëm të studime gjatë gjinazit, edhe tani, po më shumë gjatë gjinazit, se kisha dhe mamin që më thoshtë. Sa mirë. Për qa po studion? Shkenca politike, edhe avokati. Nice. Kush është, do më thënë, si e shef të ardhmen e afërt, do më thënë, do mbarosh universitetin, kush është qëllimi jotë? Tani, qëllimi im është që të bëjmë avokate internacionale. Puna është që këtu në Amerikë është shumë e vështirë të vazhdosh direkt avokatrim bas 4 vjeç bachelorit, kështu që mendoj se si po shkon, është që mbas 4 viteve tani që po mbaroj bachelorin, do marr punë në law office. Këtu quhen paralegals, për të paktën një vit diçka të tillë, edhe do studioj për atë testin LSAT, që të futem në shkollë të avokatrisë. Që jam duke studiuar tani për atë, po gjithsesi, domethënë, t'jem vetëm e fokusuar me atë. Edhe pastaj do filloj të aplikoj për shkollat e avokatrisë. Për shkollat e avokatrisë. Sa shpesh kthehesh në Shqipëri? Gati çdo verë. Edhe dimër. Edhe dimër. Disa herë. Tani varet nga që semestrin e kaluar vajta në Francë, në Paris për një semestër të shkollës, bëra kështu Erasmus. Erasmus. Po. Kështu që aty në Shqipëri isha gjatë verës, gjatë dimrit. Do të thënë vajta tërë kohës. Të merr malli për Shqipëri? Jashtëmase shumë. Filles shpresoj që këtë verë mund të shkoj në Shqipëri prap. Tani varet shumë nga që kam marrë një punë me një avokat gjatë verës, edhe do kem punën e biznesit të mamit në një të kohë. Ka mundësi që t'jem shumë e mbi ngarkuar dhe nuk mund të shkoj, por shpresoj që të shkoj. Por çfarë të merr më shumë malli? Familje. Gjithë familjen, sepse kam familjen jashtëmase të madhe, kam 3 teze, një daj, nënën aty, gjithë kushurinë, do të thënë, çdo teze ka të paktën një tezja më e madhe ka 4 fëmijë. Pastaj, do të thënë, vazhdojnë, nuk kanë më pak se sa 3 fëmijë në gjithë familjen. Mami jo, je vetëm ti? Jo, jam unë dhe vllai i vogël. Okej. Sa lehtësohet ndjesia e mallit me kalimin e viteve? Sa vite u bërë këtu? 6 vite? Po. Okej. Nuk lehtësohet. Nuk lehtësohet. Jo. Më vjen akoma më shumë malli. Sepse normalisht flas me ata nëpër FaceTime, nëpër WhatsApp e gjëra të tilla, por nuk është një gjë se sa të shkosh tash gjellën e nënës ose në pikë të vapës, nëna gjell. Po. Dhe nuk është një gjë, domethënë mu mungon të iki lart katit 6 ku jeton nëna. Te ato pallatet e Enverit akoma jeton. Po. Dhe nuk bëhet ndonjëherë lehtë. Po si e mbyt këtë ndjesi?
Se mbyt. Se mbyt dot, s'ke çaj bën. Se mbyt sepse dhe mami nuk e kam afër. Mami jeton akoma në Virginia? Po, mami është në Virginia. Okay. S'ka biznesin aty, është me vllajën e vogël që është akoma në shkollë. Kështu që nuk kam asnjëri afër që është shqiptar përveç kushurirës që kam këtu. S'kam asnjëri, po dhe kushurir nuk është se shoh shumë kohë, sepse jam nëpër shkollë për gjëra, kështu që nuk është e thjeshtë, por e kam atë në mendje që do iki verës Shqipëri, ta vazhdoj dhe i çik. Po në të ardhmen e shef ndonjëherë veten që mund të jetosh në Shqipëri edhe për disa vite, jo e thonë që do kthehesh do jetosh përgjithmonë aty, po mbase disa vite, nuk e di si e mendon. Unë e kam vënë si mendim që ndoshta edhe për këtë vitin që dua të marr si ndalesë nga shkolla, që të mësoj më shumë për tesin e avokatrisë, që kam mundësi, do marr bachelorin e shkencat politike nga Boston University, shkollën mirë. Super shkollë. Mund të provoj ndoshta të punoj në Shqipëri për në gjë me politikën, në gjë të tillë. Ndoshta. Po. E kam menduar atë. E ke menduar këtë gjë sepse thjesht do një justifikim që edhe të shkosh dhe të rish Shqipëri, apo e ke menduar sepse mendon që ja vlen të punosh në Shqipëri kështu? Tani, për t'ja vlerë për të punuar në Shqipëri, ja vlen për anën e familjes e gjëra të tilla. Tani për anën ekonomike, jo, sepse e dim se si është ekonomia në Shqipëri, nuk kemi as pjesën e European Unions. A mendon që me çfarë mund ta kesh ndjekur edhe kesh parë vetë duke qenë se çdo vit i kthehesh në Shqipëri, mendon se Shqipëria ka pasur progres për mirë gjatë këtyre viteve? Mendoj se po. Ka pasur, është shumë tani pjesa e turizmit, sepse po thoja ka shumë turizëm tani, është shumë më mirë, domethënë njerëzit e njohin më shumë, domethënë më përpara 4 vite përpara, 3 vite përpara ti thoya njerëzve jam nga Shqipëria, thon ku është kjo? Është në Azi, nuk e kuptonin nga ishte. Tani domethënë i them, thon, "Oh, je shqiptare, gjëra të tilla." Më thon dhe në gjë shqip, Ilës, që habite. Është bërë si trend në Disney. Bravo, është bërë si trend. Që është në një pjesë është mirë, po në një anë tjetër është keq sepse njerëzit që jetojnë aty, domethënë jo shitës gjëra të tilla, domethënë njerëzit që jetojnë aty në mësues, në gjë aty, domethënë njerëzit me profesione të zakonshme. Kosti jetesës është rrit jashtëmase shumë për të gjithë edhe domethënë mezi vëjnë bukë për të ngrënë për familjen. Ajo pjesë nuk është shumë e mirë që është develop kaq shumë Shqipëria, domethënë t'ishte develop më shumë për njerëzit që jetojnë aty do ishte më mirë, sesa për vetëm për turizmin. Po nga ana e society, domethënë shoqëria, jo shoqëria like friends, po society e kam fjalën. Ku mendon që çalon në Shqipëri? Domethënë si shoqëri ne, si shqiptar në Shqipëri, përveç pjesës së shtetit që të zhvilloj, domethënë ose ndryshimi që shef ti këtu të njerëzve, pra për shembull të jemi më ndihmues me njëri tjetrin, të jemi më pak paragjykues, nuk e di çfarë. Tani që ke jetuar këtu, domethënë, si e shef atë diferencën? Diferenca është që se dia dhe më keq për këtë që po them këtë, por në Amerikë njerëzit janë shumë të ftohtë si njerëz, domethënë mund të jenë shumë të afërt me ty, mund të tregojnë ty sikur janë të afërt me ty, po është shumë si thuhet fake. Falso. Falso, është shumë falso. Domethënë janë shumë falso me njëri tjetrin. Gjëja që kemi në Shqipëri është që on pëlqen ose pëlqen, edhe zakonisht jemi shumë më të afërt me njëri tjetrin. Më të ndihmojmë njëri tjetrin shumë më shumë. Sidomos kur jemi jashtë shtetit. Po edhe kur jemi në Shqipëri, s'kam pas ndonjëherë në një situacion keq që s'm kanë ndihmuar ose nuk e di. S'kam pas ndonjëherë në një situacion keq me shqiptarët. Me thënë drejtë. Po një area që ti mendon që domethënë duhet punojmë pak më shumë ne si shqiptar? Ka disa atë. Llafet. Merë mi është masë shumë me llafe. Bukur ke, po fiks. Por gjithsesi, Vërtet. T'ulesh te kafja për 3 orë me i kafe në dorë. Të duket gjë e bukur apo jo? Mu mungon. Të mungon si gjë? Më mungon shumë si gjë, se zakonisht atë bëj me kushuririn të madh,
që kam si vlla, me atë kushurinë, me të fejuar aty dhe me një nga tezet e mia, ulemi në kafe për 3 orë vetëm pim kafe. Hapim llafet e familjes, fillojmë gjithë të fol. Po kjo është një gjë që ty të mungon se nga që s'po e bën më, por për shembull normalisht do e këshilloje si gjë tu bënte vazhdimisht çdo ditë? Do e bëje çdo ditë tani? Tani çdo ditë jo. Unë për shembull kur isha në Shqipëri në fakt, mua edhe çdo ditë mund të rastishet, këto që thua ti, që rria me ore, ke parasysh? Ato janë gjithë shqiptarët. Po, tani mendon që ke jetuar këtu, mendon që nëse do jetojë në Shqipëri një vit, do u riktheje ke ai zakon apo do përpiqesh mos domethënë ta bëje një herë në javë ose ku diun? Do përpiqesha mos ta bëja, sepse është të merr shumë kohë nga jeta. Domethënë ka lezet, po ka lezet kur s'ke punë. Ka lezet kur është me mas, jo kur e bën çdo ditë. Se s'ke ç'a të bësh, s'ke punë, s'je për pushime punë tjetër. Po tani ti jetosh aty, të kesh punë dhe ti prish kafe 3 orë, kot nuk ja vlen, nuk është. Nëse mund ta ndash me ne, kush ka qenë për ty një moment ose momenti më i vështirë që ke kaluar kur ke ardhur këtu? Momenti më i vështirë që e ndier mbase ka qenë fillimet, ato muajt e parë, viti i parë. Me thënë drejtën, mendoj që ka qenë më shumë kur jam qenë në universitet. Edhe se si të shpjegovam përpara, unë jam mësuar me se si janë europianët edhe shqiptarët, që janë shumica shqiptarë flasin edhe janë shumë të drejtë për të drejtë në një mënyrë. Do me thënë, s'më pëlqen njëri, i thënë nuk pëlqen, ose nuk rrim ata, nuk jam falco. Tani gjë këtu në Amerikë si thash, njerëzit nuk janë ashtu, janë shumë falco, që kam pasur grupe në universitet që kam qenë shoqëri, edhe në një moment jo flisin ai gjë të keqe mbrapa shtëpinë, se gjëra të tilla, dhe unë thoja, më thuaj mua, keni problem me mua, më thuaj mua. Domethënë mos fol me njerëzit e tjerë, të flasësh mbrapa shtëpinës. Edhe jo thonin, jo, por nuk thasha se gjë, jo po kështu, jo po kështu, dhe kot fillonin muhabete, fillonin argumentet pa lidhje, edhe më thënë, kur fillon argument pa lidhje, nuk i ke më shoqëri, je vetëm, edhe je vetëm në një qytet që as mama nuk e ke, as njëri të familjes, edhe prandaj ajo ka qenë pjesa që mendoj ka qenë një nga më të vështira për mua, sepse jam ndier shumë e vetme në një mënyrë. Mund thoja edhe nga fillimi na që s'di anglisht, por gjithsesi e kisha mamin me vete. Po kjo gjë, me sa kuptoj unë, ka bërë dhe më të fortë, apo jo? Mendoj se po. Mendon që këto eksperiencat të kanë ndihmuar për shembull, nëse do kishe mundësi mos i kishe pas këto eksperiencat e këqija flas. Tani. Por duke ditur që mbase ato do të hiqin një pjesë karakterit, do kishe dashur mos i kishe, apo mendon që këto kanë ndihmuar se të kanë dhënë forcë, të kanë bërë kjo që je, domethënë? Unë mendoj se më kanë ndihmuar, sepse kam pas qenë shumë naive në një mënyrë. Besoja që të gjithë ndonin të mirën, gjithë domethënë çdo gjë që thonin ishte e vërtet. Por tani jam më si mbrojtur, domethënë. Jo si gjë të keqe, po e mbaj veten më shumë, domethënë, sidomos me amerikanët. A e ndjen veten në mënyrë mbase të pandërgjeshme që hapesh më shumë kur randomly takon një person që është shqiptar sesa kur është i huaj? Apo jo? Në çik. Fakt, nuk është se jo shumë, se kam si në vete që dua ta hapem, që flas, më pëlqen të flas me njerëz shumë, sidomos kur është njëri shqiptar, thjesht më vjen, nuk e di, na që është gjë më e afërm që kam në atë moment, në atë moment që është nga Shqipëria, thjesht më vjen të flas më shumë me shqiptar. Si e ke bërë për të ruajtur gjuhën? Se ti normalisht këtu tani as mamin nuk e ke, je vetë, me kushërirë në the që është shqiptare, po e shef rrallë se dhe ajo ka angazhimet e veta. Ke shok ose shoqe tjera shqiptare këtu që i takon shpesh, si ja bën, e praktikon gjuhën apo thjesht përpiqesh shofësh televizor shqip, nuk e di. Jo, me thënë të drejtën, ai që flas me mamin çdo ditë. Okej, flisin Më lë shqip. mami pa fol çdo ditë. Që flas me mamin çdo ditë, për shoqëri këtu shqiptare nuk kam. S'kam gjetur, me thënë të drejtën. Kaj, dhe me thëmë, thjesht flas me mamin shumë ditë, kam gjë muzikë shqiptare tër kohës. Shof në jarë klanin. Okej. është gjithë e folmja që bëj me familje në Shqipëri. Shumica. Pa jo varësja, si është zëria? E ke marrë këtu, apo? Jo, kam marrë në Sarandë. Në Sarandë, kur kemi pushime. Po, e mora vit në kaluar bilës, se kam pas një tjetër po mu prish, që bleva një tjetër në Sarandë.
për Nice. pushime kur vajta. A ke shumë ndjesh krenare ti ta tregosh që je nga Shqipëria si identitet për shembull me anë të varësës, nuk e di, me anë të gjërave të tjera Po. që mund Ja është masë shumë. Dhe më thënë, ndje më shumë krenare që tem që jam shqiptare, edhe sepse kam din në Itali dhe babin e kam italian. Po nuk jam rritur me frymën italiane, si ta them në një mënyrë. Nuk jam rrit me familjen italiane, jam rrit me familjen shqiptare dhe flas më mirë shqip se sa që flas italisht. Kështu që plus jam krenare për historinë që kemi dhe për gjithë gjërat që kemi kaluar si popull. Me thënë ka pas qenë një kohë që s'isha shumë krenare në një mënyrë, vetëm sepse njerëzit shifnin sikur Shqipëria është në Honolulu me pak vjet. Pa. Nuk e dinin se ku ishte, mendoje se kishin shumë stereotypes për shqiptarët. Pa. Edhe me thënë i kanë akoma disa, do me thënë nëse shef në për televizione, gjëra të tjera, do me thënë në për filma, e vetëmja kohë që shqiptarët janë vënë për filma kanë qenë jo për krimet, për gjërat e tilla. Po. Edhe tani me thënë solla dy nga shoqëritë e mia e solla në Shqipëri këtë dimër. Njëri ishte francez, tjetri ishte amerikan. Se njëra tuk e thonë, jo Shqipëria është kështu, Shqipëria është me shumë njerëz mirë gjëra të tilla, dhe këta kishin frikë të vinin, se thanë, jo po kemi parë që ka shumë krim, jo po kemi parë që është kështu, ato janë filma. Dëna që ishin bën 2010-ën. Po puna e filmave është ajo që njerëzit që nuk bëjnë research, domethënë ajo ngelet, më kupton? Ai është problemi. Po si njerëz ne jemi shumë, sa kam parë unë, që kam vajt në për shumë vendet botës, mendoj të paktën, dhe kam jetuar në për shumë vendet botës, Shqipërinë kam parë që, dhe shqiptarët kam parë që janë më të, si thuhet, më të, jo të sjellshëm. Më të afërt. Më të afërt. Like të afrojnë direkte, domethënë janë njerëz sinqerë se si kam parë për veten time. Kështu që edhe kemi kaluar shumë gjëra si popull, jashtëmasë shumë, kështu që jam krenare që jam shqiptar. Kush është një ushqim shqiptar? Një ushqim shqiptar që të merr malli shpesh. Sa shumë që kam. Okej. Okej, më thuj 2-3 atëherë. Byrekun e para punës. Me çfarë? Me çfarë? Me qepe domate. Okej, a woman of culture. Me qepe domate se ma bën nëna, nuk e bën më të mirë se nëna asnjëri. Gjell me mishe fasule. Okej. Me bizele, m'fal. Gjell me bizele, jo fasule. Se fasule është grosha. Grosh janë, okej. Tavdheu. Tavdheu. Vdes për tavën e dheu. Nice, edhe unë. Edhe është një vend specifikisht në Tiranë. Është një restorant që kemi në Tiranë që pak a shumë kam vajt aty derisa kur kam qenë e vogël me gjithë familje, me gjyshin, me nënën, që është Zgara Korçar. Zgara, po prit, ka një 5 pika Zgara Korçar. Te Bryli. Te Bryli. Te Bryli, Zgara Korçar te Bryli. Se mua aty ka shtëpinë nëna. Vërtet? Po. Unë jetoj ke fusha Alidemi ato. Që është Tiranë. Zgara Korçar, e di, shkoj shpesh aty, ai vendi i strukur i cik aty mbrapa, me pemë aty rreth rrotull. Po. Se në gjyshin na çonte gjithmonë aty kur ka qenë gjallë akoma, na çonte gjithmonë te ajo Zgara Korçar, na merrte gjithë kushurinë që ishim, edhe hanim gjithë aty. Kërnackat. Po, kërnackat. Zot. Ditën e fundit para se të nisje për në Amerikë. Ditën e fundit isha si e shokuar në një mënyrë, sepse dhe me thënë, nuk më duke e vërtet, që akoma do me thënë do vija në Amerikë, në një vend kaq të largë nga, do me thënë, nga Europa, nga Shqipëria, nga gjitha, që gjë më kështu më vivid që më kujtohet është thjesht që isha në avion, edhe do me thëmë zurë gjumi për gati gjitha të udhëtimin, u zgjova, edhe thjesht fillon të folë anglisht gjithë, ishim në Washington DC, arritëm, edhe shifja atë që thoshte Welcome to the United States of America, dhe unë jemi të sigur që jemi këtu? To dukte si ëndër, si jo reale, do me thëmë. Bravo, më duk si ëndër, nuk është se më duk. Cila pjesë e jetës që ke pas Shqipërit më nga më shumë? Familja. Familja më shumë, na që thjesht jam rritur shumë me frymën e familjes që jemi qenë tërkohës bashk. Kam një kushërir që pak a shumë e kam rritur unë,
Jam, si thuhet në shqip, nunaja? Kështu godmother? Godmother, po. Po. Se di dhonë. Nunaja? Jo. Nuk e di. Po jam godmother. Ja. E me thënë e kam rritur pak a shumë, është Brueli. Edhe tani një tateze që është mamaja e gocës Bruelit, sa po lindi një gocë tjetër. Edhe prandaj dua të shkojmë në Shqipëri më shumë ta shoh atë gocën. Ka ndonjë zakon shqiptar që ti e bën sot e kësaj dite? O zot, gjithë zakonet që atjen. Sidomos ato, si thuhet, ato, si thuhen ato gjëra që, oh my god, Për çfarë? s'po më vjen ajo fraza. Thuaj edhe në anglisht, se Jo, s'po më vjen fraza në anglisht. Është ajo që ku kemi frikë për të bërë disa gjëra, domethënë mos bëj ujë nëpër ujë. Bestunit. Bestunit, domethënë gjithë ato i kam kështu parasysh, se herë që po ato ujnë për mi ujë që shtohen hallet i herë. O zot, çfarë tjetër, mos vë një këpucë, mos lë vetëm një këpucë ose një çorape, se do të vdesi burri. Okej. Po ato që mos ma prek gushën se fryet, e keni? Ato se diell. Se diell? Jo. Edhe ato mos cross. Mos i kryzo duar. Mos i kryzo duar se nuk e le fatin që të vi. Okej. Unë të treja këto që theti nuk i di atë më drejtë. Gjitha, fol me nënën time mos. Edhe normalisht ushqimet shqiptare që gatuaj. Gatuan? Po. Qa gatuan më shumë? Qa gatuaj më shumë byrek. Byrek, vazhdon byrek. Se më kam mësu nëna se si të hap petat. Që e vogël, më vinte kështu. Thoshte hajt, sot do të mësoj se si të hapësh petat. Nëse mund të sillje nga Shqipëria diçka, jo person, po një send, diçka, ç'a do merrje, ç'a do sillje? Tulluma. Tulluma? Na hape nepsi tani. Tulluma ka daj 3 leqe. Ej, stop, thash një gjë. Po në kështu në gjë materialistike, me të ndër e di unë që dua, se dua për kur të bëj graduation, vitin tjetër më duhet një kostum tradicional shqiptar Okej, për femrat. Ta postojmë këtu, se me siguri do ketë dikush që e bën. Po, se më duhet se dua ta vesh kur të shkoj në taj fajkon. Kur të shkosh të hypesh ke sten aty që do diplomohesh. Po, që do marr diplomimin. Okej, ju lutem, tani kush po e shef të reel, të pjesë të reels, na duhet kush mundet një kostum tradicional shqiptar për femra. Për masat flisnin djembës. Po. A ka ndonjë traditë shqiptare që ja ke treguar shoqërisë tënde internacionale dhe që mund të jenë habitur ose që kanë thënë sa cool ose ku diun? Gati gjithë traditat shqiptare që kemi neve janë gjithmonë, seriozisht e bëni ju ato? Si, s'po kujtohen sa tani, kur pjesa e martesës para punës, që kemi ca tradita neve që jo nusja, domethënë duhet iki nga Vëndri duhet shkojt marrë nusen. Po, duhet marrë nusen nga shtëpia ku është rritur. Jo të digjet shamia e beqarit. Jo po dhe tradita që do me thënë kur futesh, kur është viti i ri, që fëmia më i vogël që ka më shumë, që është më i paprekur si thuhet, që është më... Se i paprekur... Jo i paprekur, jo. Nuk e di ku po shkoje me këtë traditë. Po më vjen the most luck. Pa fat? Pa fat. Okej. Fëmia më i vogël që ka më shumë fat që duhet futet me këmbën në djathtë. E djathtë, po. Brenda. Kemi shumë tradita. I ke mësuar një fjalë shqip amerikanëve? Çfarë fjalësh i ke mësuar? Mos sekrete. Jo, po dia faleminderit, shkemi. Okej. Gjatë tilla biles një shoku im biles kishte mësuar vetë një gjë shqipe që thoshte ta hëngsha zemrën. Kur ma tha kam dhejtë kështu. Thash, po ti nga e di këtë. Se e tha dhe me theksin perfekt. Thash unë, po ti. E po jepi pik for the effort, you know. Po. Po ti veta, ke ndonjë fjalë shqip që të pëlqen shumë si fjalë? Nëse ke. Jo, kam s'po m'vjen tani. Është ëndra. 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 Biles kur të kem një fëmijë, shumë vite, po që se kam një gocë, dua ta quaj ëndra. Ëndra. Nice, e bukur kjo. Inshallah s'po ta vjedhin tani që do të postoj këtë video. Lutem mos ma vjedhni.
Një këshill për shqiptarët që sapo kanë ardhur këtu në emigrim. Çfarë këshill? Nëse do jepsh vetëm një këshill. Një këshill, mos harroni traditat që kemi, mos u hiqni nga ato njerëzit që jemi neve si shqiptar. Me thënë, mos e humni veten me Amerikën me pak fjalë. Do të thënë, bani traditat të Gjalla. gjallë, bani traditat gjallë. Bravo. Kalofshi mirë. Oh, faleminderit. Sa mirë.